një deklaratë të fundit të bërë, Gerta Gixhari ka komentuar lojën e Selinës brenda shtëpisë së famshme, duke u ndalur veçanërisht te ndikimi i informacioneve nga jashtë dhe ndërhyrjet familjare në rrjedhën e lojës së saj. Sipas Gixharit, Selini ka qenë gjatë gjithë kohës ekspozuar ndaj informacioneve që kanë ardhur nga jashtë shtëpisë, gjë që sipas saj ka ndikuar drejt për drejt në mënyrën se si ajo e ka ndërtuar strategjinë e saj. Ajo theksoi se kjo situatë ka bërë Selinën të ndryshojë shpesh krahun e lojës duke mos pasur një linjë të qartë dhe të qëndrueshme brenda formatit. Ajo u shpreh gjithashtu se prania e familjarëve në lojë përfshirë dhe kunatën e saj ka ndikuar në vendimarrjet e Selinë. Sipas saj, nëse në duhet të kishte informacione nga jashtë, loja e saj do të ishte krejtësisht ndryshe dhe më e fortë, duke bërë atë një konkurrente më të pavarur dhe më sfiduese për lojtarët e tjerë përfshirë Selinë. Selinë ka luajtur gjithkohën me informacione nga jashtë, ka ndryshuar krahun e lojës, ka pasur kunatën brenda. Nëse nuk do kishte informacion nga jashtë, do të bënte një lojë totalisht tjetër. Do të ishte një lojë më e bukur dhe më sfiduese për të dhe mirin. Për mua ishte shumë gabim ndërhyrja e familjarëve, që aprishin lojën dhe e vendosën në pozita aq të vështira, sa nuk dëgjoi as të atin, as të emën dhe as kunatën. Ajo e konsideroi si gabim ndërhyrjen e familjarëve, duke argumentuar se kjo gjë jo vetëm që i prishi rrjedhën e lojës së Selinës, por vendosi edhe në pozita të vështira emocionale dhe strategjike, ku shpesh nuk dëgjoi as këshillat e prindërve apo të njerëzve më të afërt brenda dhe jashtë shtëpisë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.